Dua të dëshmoj besnikërinë e premtimeve të Zotit, që më premtoi që në çdo moment do ishte me mua dhe që çdo gjë që do ndodhte në jetën time do kalonte nga dora e tij. Zoti më premtoi që do të më hape një bekim në punën time, por gjithçka do ndodhte për të mirën time. Dua të tregoj që në punën ku kam qenë e përbuzur, e keq trajtuar, por edhe pse kalonte koha kjo situatë nuk ndryshonte, por Zoti vazhdonte dhe më thoshte duhet të hesh, vazhdoj përpara sepse ai do të shfaqej. Me datën 9 shtator shkova në punën time si një ditë normale, siç e bëja gjithmonë, me diferencën që shefi im po më priste për të më përzënë. Unë mbaj mend që një natë më parë pata një ëndër me të e cila më përndishte në ëndër. U zgjova shumë e lodhur dhe para se të shkoja në punë, fal Zotit, i kërkova Zotit të më mbronte, sepse ndjeja shumë frikë nga ajo ëndër. Dhe kur teksa u takova me shefen time, u kujtova për ëndrrën dhe e vetmja gjë që unë thoja me lodh në sy që Zoti më foli dhe Zoti më dha një ëndër ku unë isha shumë e lumtur sepse Zoti më foli. Dhe përgjegjësia e burimeve njerëzore ishte habitur që unë isha kaq e qetë në një situatë të tillë, por unë përfitova nga kjo për t'i treguar shfaqjen e Zotit në kishën tonë dhe dola duke falendëruar Zotin. Dhe kjo ndodhi në orën 8:30 të mëngjesit. Kur shkova në shtëpi, tregova gjithçka bashortit tim dhe më tha që të mos shqetësohem sepse Zoti do shfaqet dhe ai e dinte. Ishim duke ngrënë në orën 10:30 të mëngjesit kur më telefonuan nga një firmë tjetër që më kishin bërë një intervistë dhe më morën për të më punësuar. Kohët e Zotit janë perfekte, sepse unë ndenja vetëm 2 orë pa punë, por Zoti më dha mundësinë që pastaj të punësohesha me njëherë. Isha vetëm 2 orë pa punë dhe Zoti më dha një javë pushim, gjithashtu më dëmshpërblyen nga puna e vjetër dhe të gjithë të unë dëshmoj për nder dhe lavdi të Zotit tonë. Unë erdha në kish 20 vjet më parë sepse kisha një kancer shumë agresiv. Erdha dhe Zoti më bëri premtime të mrekullueshme, por ai më tha se do të kalonte shumë kohë derisa kjo sëmundje vdekjeprurse të largohej nga unë. Kaluan 20 vjet me kimioterapi, radioterapi dhe shumë procedura, por Zoti kurrë nuk u largua nga unë dhe gjithmonë tregoi mëshirë ndaj meje. Vitin e kaluar, gjatë një fushate të fundacionit Maria Luisa de Moreno, unë ende përdorja shkop apo bastun, kisha shumë probleme me lëvizjen sepse shtylla ime kurrizore ishte deformuar e gjitha dhe madje edhe nëna ime për frymarrje merrte oksigjen. Zoti gjatë eventit të fundacionit bëri një mrekulli të madhe sepse nëna ime hoqe oksigjenin dhe unë fillova të ecja. Sot mund t'ju tregoj vëllezër se tani më eci sërish me taka dhe jam shumë mirë fal Zotit. Për më tepër Zoti më tha se do të më lejonte të largohesha nga vendi ku ndodhesha, sepse aty ku isha ishte e pamundur të shkoja në kish. Më tha se ai do të mundsonte gjithçka, por do të ndodhte çdo gjë në kohën e tij dhe unë duhet të prisja. Kështu që kaluan 8 vjet, derisa munda të kthehesha, erdha këtu 4 muaj më parë dhe Zoti më dha një punë të mrekullueshme me të gjitha përfitimet që parashikon ligji. Në punë kisha shumë pengesa dhe gati sa nuk hoqa dorë nga puna, por sa herë që shkoja në kish, Zoti më thoshte se ai do të më jepte fitore dhe triumfe. Dhe sot mund të them se të gjitha premtimet që Zoti më ka bërë janë përmbushur. Kan ardhur shumë dhurata në shtëpinë time, pajisje elektroshtëpiake, ashtu siç ma kishte premtuar. Kanë ardhur shpërblime, paratë. Përveç kësaj, Zoti më tha se ai do të lejonte të sillja vajzën time këtu. Dhe një javë më parë munda ta sillja. Zoti i ka siguruar shkollën dhe i ka dhënë të gjitha për të filluar gjimnazin vitin e ardhshëm shkollor. Të gjitha këto i dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdinë Zotit.